isha në vendin e tij do largosha pa asnjë lloj problemi dhe pa asnjë lloj hezitimi. Po I ka thënë që kush do vi, se unë kam 83 vota. Sepse ai ka dhënë maksimumin për këtë vend. Ka dhënë. Dhe unë mendoj se gjithsecili nga ne, kur jep 20 vite në një 20 vite, neve 20 vite edhe një zot shtëpie, zoti I shtëpisë I thot djalit merr në dorë shtëpinë. A kështu I thot, ë? Po, logjika e zhvillimit ose njerëzor, kjo është. Babai në një farë pike kupton që kam rritur bi të aftë, krenar që I kam rritur ata, dhe ju I kaloj përgjegjësinë. Motra Adelina, e ka lënë njeri këtu një të fortë në 91. Nga Kali nuk zbret, tha, e kishte për Berishën ai, po shqiptari nuk zbret kollaj nga Kali. Se edhe Raman Kal është. Po kthehemi prap tek formimi. Unë mendoj se politika është shërbim. Dhe në momentin që populli më thot Adelina nuk më shërben më, sepse tek ti nuk shoh kët, Adelina kupton vetë që ka ardhur momenti të ja dorëzoj dikujt tjetër, më shumë nuk di si ta them. Dhe në qoftë se ai nuk e bën këtë, çfarë ndodh? Çfarë parashikon ti? Nuk di. Unë gjithsesi ndoshta jam e entuziazmuar për neve si popull. Nëse kjo nuk ndodh, unë sinqerisht nuk mërzitem, në kuptimin që ka filluar një epokë e re në Shqipëri. Dhe nuk di. Unë nuk jam shumë vizionare si që është Timi, sepse edhe nuk marr vesh shumë nga politika, por bën senso, më bën të them atë që thash. Qartë. Sindi, ti do shkosh mbas emisionit në protestë, besoj. Edhe kur të shikosh ca politikanë aty të opozitës, deputet. Si do ndihesh? Do ndihesh mirë apo? Shumë mirë. Duhet jenë. Si llogaris fare, kush vjen nga, a janë politikan? Apo jo? Jo, e kam në këtë kontekstin që mos nuk besoj që do të ndryshoj protestat asgjë, më besoj, sepse marr mikrofonin ata. Jo, nuk e mendoj fare, gjithsesi jemi shumë të qytetëruar, mikrofonin mund ta marrë kush të dojë. Tani ti qytetëruar, kjo është çike diskutueshme kjo. Se motor Adelina prandaj tha te formimi, e tha disa herë te formimi, nuk ka se e ke. Kam parë një formim të jashtëzakonshëm në këtë protestë. Jo, ka dhe nga ata që kanë sharë, kanë ofenduar. Çfarë ofendime dhe sharje të një mlefe që është akumuluar. Jo, pavarësisht se çfarë mund të ketë, po nuk është etike që shahet kryeministri tani, flasim realisht. Ti mund të kesh kritika për kryeministrin, po jo. Po dhe etike që dikush të zvarret të zvarrë rricat në për Shqipërinë. Ajo është kriminale, mo, ajo si Akili Hektorin. Po do jesh realist, kur ndodhen kështu gjëra, do kuptosh edhe këtë zemërimen që është I pa mas, do e kuptosh dhe atë mlefe. Jo, meraku im është që mos opozita, Partia Demokratike e merr protestën? Nuk mendoj, unë mendoj që ajo protest ka gjithë të ditë me orë të tëra që shndrojnë atje në këmbë. Unë kam parë në fakt njerëz që dhe kur kam parë tentativa nga një grup që të bëjnë diçka pak kështu, kam parë një solidaritet. Ka rruar solidarizim ose kështu, që një bashkim pra unitet të njerëzve dhe janë vënë për të zbehur atë tentativën, për të mbajtur një ekuilibër dhe për të mbajtur një lloj. Sindi, e di çfarë po mendoj atë? Po të kishte spikatur Edi Rama aty, diku, do të çep bër ministre. Edhe ne do dilim protestë kundër teje. Wow, nuk do ishte mundur. Nuk do ishte mundur sepse listat e mia do ishin shumë të gjata me kërkesa. Po në fillim thoshe hajde futu ai, po pastaj se ç'a ndodhte, pastaj Sindi ishte tjetër gjë dhe ne do dilim protestë kundër Sindit. Sindi jep dorëheqje. Po unë se bëj ato, se unë sëroj bëj asë lloj gjëje, nuk ka shans që dikush të bëj protestë kundra meja. Sepse unë mendoj për popullin. Sindi jep dorëheqje, do iketi? Se? Të ike. Po do ika për gjëra parë, nëse kam bërë një gabim, kërkoj ndjes, ky që do vi, po I lejë sa këshilla se ç'a të bëj, edhe të ndrejshim këtë lloj sisteme. Kush le ti ikësh pa? Jo, po shikoj, në asnjë vend të botës nuk funksionon kështu.
Domethënë në momentin dikush është përgjegjës për diçka që shkon keq, unë nuk jam kundër investimeve dhe të betohem askush në atë protestë. Askush në atë protestë nuk është. Po shpjegoje këtë. Nuk jam kundër investimeve. Se ka një kështu që jemi pro apo jo zhvillimit, pro apo jo investimit. Askush në këtë Shqipëri dhe në atë protestë, me çfarë kam parë nuk është kundër investimeve dhe zhvillimeve. Populli shqiptar është shumë i zgjuar, na ofendojnë dhe inteligjencën kur thënë që ju s'doni zhvillim. Ne duam zhvillimin dhe të vim mirë se të vim atje, por ka rregulla, duhet të jetë një transparencë. Tani s'duhet të marrë studiin si shembull sepse është ekstremi i transparencës dhe ekstremi i funksionimit të institucioneve. Edhe ti ekstreme je në transparencë. Nuk jam. Në transparencë, po jo me këtë që po flet. E di pse? Sepse duhet një procedurë, duhet një hapësirë publike për njerëzit që të mund jo vetëm të refuzojnë diçka dhe të kundërshtojnë, por dhe të marrin informacion. Është shumë e rëndësishme që gjithë ky procesi nga ideimi i një projekti, çfarë do lloj gjëje qoftë, deri tek vendimarrja, publiku të ketë një pjesëmarrje, të ketë një lloj sistemi funksional për publikun, që të ketë një platformë, të ketë hapësirë publike, institucione që kanë përgjegjësi, jo jepet vendimi dhe mundësisht pretendohet që të merren dhe informacionet nga një emision që bëhet atje 1 orë dhe thonë, po ju keni parë emisionin para 2 vitesh, e kemi thënë këtë. Ora të ketë informacion formal, të ketë një komunikim formal shpjegues për popullin. Qartë, a ishte i sakt lajmi që ka hequr dorë Ivanka Trump dhe Jared Kushner nga investimet dhe kanë çuar në ishullin Mykonos në Greqi? Nuk e di këtë. Besoj ke lexuar sot. Po e kam lexuar, por nuk e di që të konfirmoj a është kjo gjë e vërtetë, sepse kjo do të ti Sindi thuaj që ai investim të bëhet në zvërnesë ti, por me transparencë. Jo, nuk thash as këtë. Si, po pra, sepse unë nuk jam me sa di unë. Po. Dhe me sa din shumë veta deri tani, janë shumë pika që janë në pikë pyetje këtu. Mjedisi është një ndërtop për shembull. Mjedisi që këta duan ta minimizojnë dhe ta bëjnë sikur është diçka kaq e vogël. Unë dëgjova edhe një deputet e një emisioni tjetër që tha unë nuk jam ambientalist, tha. E tha me zot të lartë dhe me krenari disa herë. Të thuash njëri që është në pushtet dhe të thotë nuk jam ambientalist, është terror, është tragjedi për një shtet. Se nuk janë ambientalist, do thotë që ti nuk ruan të drejtat e kombit tim dhe të truallit tim, që unë kam vënë aty për një detyrë, që dhe sikur unë si qytetar ta shkatarroj, ti të më tërheqësh veshin dhe të më ndalosh duke më patur masa ligjore. Si ke votuar ti këto kohë në Shqipëri? Jo, nuk kam votuar. Po për çfarë vjen ti nga studia këtu? Ti s'ke votuar. Po prandaj janë në pushtet, s'ke votuar ti? Jo, shiko, nuk mund të mbash me votat e diasporës sepse ne jemi 50% jashtë. Kupton? Do të thonë edhe mundsinë nuk e ka gjithë diaspora që do të vijë. Si votove se ti kishe mundsinë? Votoj. Për si pjesë e diasporës, nuk e kishe mundsinë? Në zgjedhjet e kaluara. Nuk kam patur mundësi të zgjedh diçka. Jo, nuk është puna tek. Merrem unë me Shqipërinë, ka thënë Sinë. Unë jam suedi. Po unë jam këtu për të marrë dhe unë me Shqipërinë jam marrë në forma nga më të ndryshme, unë bëj studime shkencore për Shqipërinë. Unë me Shqipërinë jam marrë, do vazhdoj të merrem dhe gjithë jetën time do merrem. Por nuk është pyetja tek si kemi votuar. Ora mund të kisha votuar Jo, a ke votuar thashë? Jo, si ke votuar? Ajo është puna jote. A kam votuar dhe po të kisha votuar, mund të kisha votuar dhe për Rama. Jo, se ju suedezët thoni që është shumë e rëndësishme të votosh, pastaj s'ka rëndësi. Është e rëndësishme të votosh, por është shumë e rëndësishme se çfarë bën me atë person që është në pushtet. Kjo është më e rëndësishme. Gjithsesi, vota është një moment kritik vendimtar, por kjo s'do të thotë që mbaron aty përgjegjësia qytetare, që ti votove dhe ik tani, boll se votove për mua. Po nduhesh pak kështu si Fanoli, se ne kemi pasur jo, shqip, po prit se Fanoli ishte i madh, po dështoi me sukses këtu kryeministër. Është kryeministri më i dështuar. Ai ne na kanë ishte tani nga kapaciteti apo nga dështimi? Ja, një sekond, le ta mbaroj. Domethënë, ne të mirat na kanë ardhur diaspora. Dhe ti je një gjë mrekullueshme kur vjen ti, kur them ti dhe gjithë ata që kanë ardhur nga jashtë. Dhe ato që the aty. Por problemi është që kur vjen këtu duhet ta zgjidhësh. Dhe mora Fanoli si një nga mendjet më të drejtura të Shqipërisë dhe erdhi me diplomë Harvardi këtu, po dështoi me sukses. 6 muaj deri e nxorën me shkelme nxorën nga kryeministria. Dhe ky është problemi dhe meraku im, sepse ne për fat keq historinë e përsërisim. Tani vini ju në pushtet, ju djem dhe vajza të bukur, të mirë, të diplomuar me diploma Harvardi, suedeze, etj. Dhe si do e zgjidhni? Kjo është pyetja. Këtu është krahasimi me Fanolin.
Ajo është një mendje ndritur, Kuptoj. por problemi është se si do ta